Shkojmë në Kryeministri, ku Kryeministri Edi Rama ka nisur komunikimin me ndjekësit në rrjetet sociale, ato që ai e ka titulluar Sy më sy. Pa diskutim dhe të gjithë të tjerët që janë pjesë e Bashkimit Evropian. Kjo është Shqipëria e sotme dhe prandaj dua ta theksoj edhe një herë. Është shumë e rëndësishme për çdo shqiptar dhe shqiptare, pavarësisht bindjeve politike, pavarësisht preferencave partijake, që të ketë parasysh se në 11 maj Shqipëria është më shumë se kur përtej të majtës dhe të djathtës, përtej partive politike, përtej fanellave të skuadrave partijake, sepse në 11 maj çdo shqiptar dhe shqiptare që ka të drejtën e votimit, që ka një vot në dispozicion, jo vetëm duhet shkojë të votojë në Shqipëri dhe në diaspora ata që janë regjistruar, por duhet votojë për të mos humbur asnjë sekond në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, për të mos krijuar asnjë lloj luhatje dhe dyshimi në sy të Bashkimit Evropian se në Shqipëri ka mjegull, se në Shqipëri nuk ka qartësi, se në Shqipëri nuk ka një shumicë të fortë, solide dhe të gatshme me të gjitha kapacitetet deri tani të mirë manifestuara dhe të mirë pritura për të vazhduar negociatat. Keni parasysh është hera e parë në historinë e këtij procesi. Është hera e parë kur fjalët janë të përputhura me vullnetin pozitiv konkret për përfshirjen përfundimtare të Shqipërisë në gjirin e Bashkimit Evropian. Është hera e parë kur fjalit standarde, ardhmja juaj është në BE, ju duam në BE, perspektiva juaj është të jeni pjesë e BE-s etj. Janë të përputhura me vullnetin pozitiv të BE-s, që përkon me vullnetin tonë të gjithkahershëm që të bëjmë pjesë e Bashkimit Evropian. Është hapur një dritare mundësie dhe për herë të parë vota e shqiptarëve dhe e shqiptarëve në një palëzjedhje politike është një vot edhe gjeopolitike. Është një vot me një peshë të rëndësishme gjeopolitike në funksion të pozicionit të Shqipërisë. Dhe aq më tepër në një botë që po lëkundet në aspektin e sigurisë, në një atmosferë ku të gjithë po flasim për rritjet kapaciteteve mbrojtëse, për rritjet shpenzime për mbrojtjen, për kërcënime dhe rreziqe nga më të ndryshmet, ne na duhet unitet, na duhet bashkim përtej partive, na duhet leadership, na duhet qëndrueshmëri. Të gjitha të tjerat janë tokra hini në krahasim me këtë moment ekzistencial për Europën, ekzistencial për Shqipërinë. Kjo dritare e hapur mundësie, ku janë përputhur rrethanat tona të brendshme, me rrethanat e brendshme të Bashkimit Evropian, dëshira jonë e brendshme, me dëshirën e tyre të brendshme, vullneti ynë me vullnetin e tyre për të bashkuar përfundimisht në familjen evropiane, është një dritare mundësie që mund të mbyllet dhe mund të kthehemi prapë tek avazi, jo po mirë dakord, po ja shiko, jo po del Hollanda këtej, jo po prit se ka një gjë për të në Franca, jo po një fqinj nuk është i kënaqur me këtë gjë dhe prit se do ta shtym. Ky është momenti. Dhe prandaj kemi dhe një kalendar që është kalendari më ambicioz në historinë e integrimit. Na është dhënë drita jeshile që të mbyllim të gjithë procesin e negociatave brenda 27-s. Dakordsuar kjo me Komisionin Evropian, që do të thotë duhet të bëjmë një punë 24 orë 24. Tani që unë flas me ju, në zyrat e këtij shteti, janë 1000 vet që merren vetëm me këtë punë. Dhe që punojnë për ditë. Dhe çdo javë, ministret tona të shtetit, që janë edhe krye negociatorja dhe zëvendësja e saj, japin hesap përpara Bashkimit, përpara Komisionit Evropian për ecurinë
Dhe të gjitha afatet janë të ngushtat përcaktuara. Mali Zi ka vite që po bën këtë punë që ne e kemi nisur vjet dhe që duam ta mbyllim në 2027. Dhe të shfrytëzojmë të drejtarët dhe të hyjmë brenda përpara se sa drejtarët mbyllen përsëri. Nuk është një derë e hapur, është një dritare e hapur. Keni parasysh, nuk është një moment i zakonshëm, është një moment i jashtëzakonshëm. Dhe është një moment kur fati po i buzëqesh kombit shqiptar dhe po i buzëqesh shqiptarëve dhe vendit tonë duke i dhënë këtë mundësi. Mos e neglizhoj askush. Është e para njëherë për të garantuar pakthyeshmërinë e të gjitha proceseve. Për të garantuar se liria individuale e shqiptarëve nuk do jetë më në asnjë pikë pyetje, nuk do varet më nga asnjë forcë brenda ose jashtë që i imponohet siç është imponuar në shekuj, por do të jetë e garantuar në familjen europiane. Për të garantuar që barazia para ligjit nuk do varet më nga kush qeverisë në Tiranë. Është Edi Rama dhe Partia Socialiste që i kanë dorëzuar shpatën e ndëshkimit që e ka mbajtur pushteti politik që prej 1912-s. Ja kanë dorëzuar drejtësisë dhe mbështesin pa kushte institucionet e reja drejtësisë, apo është bufi knetës, apo është kushdo qoftë tjetër që i teket dhe thot do ta marrim prapat shpatë në dorë, do ta shkrim spakun, do ta bëjmë reformën nga e para e bla bla bla. Kjo nuk duhet dhe nuk do të varet më nga vullnetet e brendshme këtu në momentin që jemi brenda Bashkimit Evropian. Aty barazia para ligjit është e garantuar. Dhe e treta, standardet e bashkëjetesës demokratike, konkurenca e lirë, meritokracia dhe të gjitha proceset e tjera janë pjesë e të jetuarit përditshëm në familjen e madhe dhe të bashkuar të Europës. Këto janë themelore dhe për ta vizualizuar keni parasysh me futjen në Bashkimin Evropian, pasaporta e secilit nuk është më thjesht Republika e Shqipërisë me të drejtë lëvizje, po pa të drejta tjera në brenda perimetrit Bashkimit Evropian. Por sipër aty në pasaport do të shkruhet European Union, Bashkimi Evropian, Union Européenne, në anglisht dhe në frëngjisht, dhe poshtë Republika e Shqipërisë. Dhe me atë pasaport, çdo qytetar shqiptar, çdo zotrues i asaj pasaporte ka të njëjtat të drejta siç ka çdo zotrues i asaj pasaporte brenda Bashkimit Evropian, çdo francez, çdo gjerman, çdo danez, çdo holandez, çdo polak, çdo çek e kështu me radhë. Që do thot, jo vetëm lëvizi, po të qëndroj, të punoj, të marrë shtëpi, të rimbursohet për shërbimet shëndetësore në rast se larg qofti duhet të shkojë në spital kur është duke kaluar nëpër një vend Bashkimit Evropian, dhe kështu me radhë. Pra është një kapërcim epokal që ja detyroi fëmijëve tanë. Nuk ka lidhje fare e lagu se lagu bufi bishtin këtu në Shqipëri. Nuk ka lidhje fare, jo PS-ja, jo PD-ja, jo e majta, jo e djathta, jo ne, jo ata, jo bla, jo bla. Është themelor. Dhe mos harroni edhe diçka tjetër. Për sa kohë nuk jemi aty brenda, ka shumë rëndësi kush qeveris këtu sot. Dhe ju e dini shumë mirë, e dini dhe ata që s'duan ta pranojnë, që këtë raport që kemi vendosur, unë dhe Partia Socialiste me Europën dhe me botën, nuk kemi pasur kur një raport sy më sy, barazia dhe respekti. Dhe unë e di si bëhet kjo punë dhe si mbyllet ky proces.